shërbesa e sotme është shumë e rëndësishme. Është mirosja me vajin. Ky është një institucion i themeluar nga vetë Perëndia. Ne kemi dëshminë biblike, kur apostujt shkonin për çëruar, i lyenin dhe me vaj ata që ishin smur, flitet në Ungjillin e Shën Markut. Dhe në letrën e Jakovit përmendet pikërisht kjo shërbesë, ku thotë jeni të smur, të rrisni priftëritë e kishës dhe ata do të luten, e fuqia e të drejtëve do ketë shumë fuqi. Me qenë se kjo shërbesë nuk është thjesht një mjekim fizik, sepse kisha shikon njeriun si një entitet psikosomatik, ka një trup dhe ka një shpirt. Dhe shpeshherë kufiri ndërmjet smundjes shpirtërore dhe fizike nuk është shumë i qartë, sepse shumë smundje fizike mund ta çojnë njeriu në depresion. Ashtu dhe shumë smundje shpirtërore mund të krijojnë sëmundje fizike. Prandaj dhe lutja që bëhet në kish është që Zoti na shëroj të gjithëve, fizikisht edhe shpirtërisht. Dhe vaji është simbol i pranisë dhe mshurisë Krishtit në këtë botë plagosur. Krishti nuk e ka braktisur botën, do jetë gjithmonë në kish. E kisha vazhdon veprën shpëtimtare të Zotit, duke lyer me vaj, gëzimi dhe ngazëllimi çdo besimtar për t'u falur fajt e tij dhe për t'i dhënë mundësinë që të shërohet. Edhe kur nuk shërohemi fizikisht, përsëri mirosja na jep një fuqi të madhe për të përballur me smundjet dhe me vuajtjet. Kjo nuk zëvendëson mjekimin, sepse në shkrimin e shenjtë thohet që nëse je smur, lutju Perëndis, e Perëndia do të shërojë. Por mos e lë më një anë mjekun, thohet në librin e Sirakut, sepse dhe mjekimet dhe mjeku janë krijuar nga Perëndia. Por ne kemi nevojë për një shërim të përgjithshëm, shërim trupit, të mendjes dhe të shpirtit. Dhe mirosja që bëjmë sot është pikërisht për këtë qëllim, që ne të pastrohemi shpirtërisht e të presim Pashkën me gëzim. Është një shenjë dhe pajtimit ndërmjet Perëndisë dhe njerëzve, sepse vepra shpëtimtare e Krishtit ishte një vepër pajtuese, duke na pajtuar përsëri me Perëndin nga i cili ishim larguar. Dhe kur të afrohemi, le të afrohemi jo duke shtyrë, sepse ne nuk jemi turma, po jemi persona të veçantë. Dhe i afrohemi Perëndisë me dinjitet, jo duke shtyrë njëri tjetrin. Prandaj sa më qetësi të bëhet, aq më shpejt do mbarojmë. Dhe lutem që ky vaj i shenjtëruar t'ju japi një bekim për shërim shpirti dhe për shërim trupi. Amin.